padyshim se stacioni i parë i botës tjetër fillon nga fundi i kësaj bote. Do të thotë, fillimi i botës tjetër fillon me fundin e kësaj bote, e që është vdekja. Fatkeqësisht, shumë nga njerëzit kanë një lloj hezitimi që të flasin për vdekjen. Nuk ju pëlqen kjo muhabet. Posa të fillosh të flasësh për vdekjen, me njëherë intervenojnë duke thënë, le këtë temë, diçka tjetër biseda e kështu me radhë. Dorso ne e dim se kjo është diçka e pashmangshme. Është një realitet që nuk mund të ikim. Andaj sikur që ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, se nuk kom pa diç, apo që bindja të ngjan dyshimit sikur që është vdekja. Do të thotë, nuk ka ditë që është shumë e bindshme që të ndodh e që të ngjan gjërave që janë të dyshimta, sikur se vdekja. Të gjithë njerëzit e dinë se kanë me vdek dhe janë të bindur këtu, por sillen për ballsoj me një lloj hamendje, ndoshta ata nuk do të jenë për tyre. Njerëzit në kësaj bote shikuan ndëruar, rrallë herë pajtohen rreth gjërave të caktuara. Rrallë herë. Mos pajtimi është ngjyrimi kryesor që i karakterizon njerëzit e kësaj bote. Ne nuk pajtohemi me vetë as në ndonjë mendim të caktuar, nuk pajtohemi në shije, nuk pajtohemi në shumë gjëra. Por vdekja është ndoshta prej gjërave të vetme që të gjithë njerëzit janë të pajtimit se do të ndodhë.